Ndryshimet klimatike e kanë bërë sfidues aktivitetin për një sër sektorësh, përfshi hidroenergjinë. 5 Mei ndodhet hidrocentrali Banjës, pjesë e kaskadës së lumit Devol, një investim i kompanisë Statkraft. Sot me përfaqësues të kompanisë shqiptare për Statkraft, Devol Hydropower, do të flasim për sfidat që sjell në fakt menaxhimi i një kaskade në kushtet e ndryshimeve klimatike dhe masat që mund të merren për të minimizuar pasojat në rastet ekstreme të motit. Kaskada e lumit Devol përbëhet nga 2 hidrocentrale. Hidrocentrali Banjës, me një kapacitet instaluar prej 72 MW, dhe hidrocentrali Moglicës, me një kapacitet instaluar prej 197 MW. Si ka qenë viti 2025 dhe fillimi i vitit 2026, që po duken sikur janë 2 vite në fakt atipik në gjithë ato që kanë sjellur në kushtet hidrike. E vërtet, 2025 nisi faktikisht si një vit i thatë. Kemi përjetuar jo vetëm thatësirën, por edhe zjarre që kanë rënë, jo vetëm në zonën tonë, por edhe në zonat të tjera të Shqipërisë, dhe konkludoi me përmbytje që u shkaktuan nga një mot ekstrem, i cili solli prurje goxha të larta në lumin e Devollit, dhe si rrjedhoi pati, më thënë dhe do të thoja përmbytje në pjesën e poshtme digës së Banjës. Kur flasim për prurje ekstreme, kujt referohemi domos si prurje ekstreme? Prurje ekstreme quhen ato prurje të cilat nuk janë tipike për sa i përket sezonit në cilin ndodhemi. Prurje jo tipike janë pikërisht ajo çfarë përjetuam në nëntor të vitit 2025, ku prurjet maksimale orare arritën në 1500 m3 ujë për sekond dhe patën një shtrirje apo një ripërsëritje të këtyre prurjeve të larta që kontribuan pikërisht në rritjen e nivelit të lumenjve dhe në vetvete dhe në rritjen e nivelit të lumit për sa i përket bazenit ujëmbledhës, bazenit të Semanit. Në vetvete Devolli është afërsisht 50%, është do të thoja gjysma për afërsisht e Semanit, por gjatë gjithë asaj periudhe ne jemi munduar që jo vetëm të ulim kulmin e prurjeve të larta, por dhe në një farë mënyre të menaxhonim në mënyrë të kujdesshme dhe shkarkimet që kryheshin nga rezervuari dhe nga diga e Banjës. Sa sfiduese bën në fakt ndryshimet klimatike menaxhimin e një dige, një kaskade hidrologjike? T'ju them të drejtën, është një proces sfidues, pasi aktualisht po përballemi me një realitet të ri. Dhe këto ndryshime klimatike që i vumre që në fillim të vitit 2025, që ushtrinë për gjatë vitin, konkluduan nga ekstremi në ekstrem, nga një mot tepër i thatë, një mot tepër të lagësht me prurje tepër të larta, është realiteti që ne do të përballemi që nga ky moment e tutje. Është sfiduese, por jo domosdoshmërisht i pamenaxhueshëm. Më duhet të theksoj që situata të tilla do të ketë gjithmonë impakte, por menaxhimi në vetvete nuk kupton si mund të reduktojmë rrezikun. Dhe për ne sfida në vetvete ka qenë pikërisht planifikimi dhe parashikimi i të dhënave hidrometeorologjike. Nuk ka qenë asnjëherë sfidë për sa i përket monitorimit në kohë reale, që është do të thoja dhe shtylla e dytë kryesore për sa i përket menaxhimit të hidrocentralit në vetvete. Dhe patjetër që konkludon edhe me një pikë tepër të rëndësishme që është reagimi kontrolluar. Në momentet kur kemi këto kulme prurjesh, aktivizohet menjëherë procedura sipas rregullores së operimit të digave dhe fillohet pikërisht shkarkimi sipas kësaj procedure. Si bëhet menaxhimi i një kaskade i sigurt? Cilat janë elementet që shoqërojnë? Menaxhimi i një kaskade është në përputhje me rregullore teknike të operimit të digave dhe pikërisht janë këto rregullore teknike që bëjnë operimin e kaskadës së sigurt. Të dyja digat, diga e Banjës dhe Moglicës, operojnë brenda parametrave të sigurisë në çfarëdo lloj momenti. Dhe në momentin e prurjeve të larta që ne përjetuam në nëntor 2026, prurjet e larta që vazhduan në janar, por edhe prurjet e larta që ne pritëm në shkurt 2026, operimi ka qenë brenda të gjitha parametrave të sigurisë. Është një proces i vazhdueshëm dhe i strukturuar. Dhe pse e them këtë? Sepse janë 3 shtylla kryesore
mbi të cilat bazohet operimi i një hidrocentrali apo dhe qoftë edhe i kaskadës. Në vetvete shtylla e parë që është shumë e rëndësishme është parashikimi dhe planifikimi. Çfarë do thotë kjo? Ne bëjmë parashikime afat shkurtra, afat mesme, afat gjata për sa i përket prurjeve, qoftë nga reshjet, çfarë do të rezultojë në prurje faktike në rezervuarët tanë, bëhet kalkulimi, bëhet parashikimi për sa i përket kur do të vinë këto prurje, dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Një shtyllë e dytë tepër e rëndësishme është monitorimi. Monitorimi në vetvete bëhet 24 orë pa ndërprerje dhe përfshin monitorimin e niveleve të rezervuarve, monitorimin e prurjeve faktike reale në çdo orë, bëhet gjithashtu dhe vlerësimi i parametrave të kushteve meteorologjike, pasi më thënë në momentin aktual mund të ketë rreshje shtesë që mund të kontribuojnë dhe me prurje shtesë, dhe jo me pak rëndësi është edhe vlerësimi indikatorëve të sigurisë të digës së banjës, të digës së moglicës dhe të në strukturave të tyre. Konkludon patjetër dhe me shtyllën e tretë që është tepër e rëndësishme, reagimi kontrolluar. Çfarë do thotë kjo? Në momentin kur përballemi me prurje të shtuara që vinë natyrshëm nga mote klimatike ekstreme, siç kemi përjetuar, fillon një reagim në zbatim të rregulloreve teknike të këtyre digave, duke shkarkuar ujë. I gjithë ky proces në vetvete është një proces zinxhir dhe gjithmonë bën të mundur operimin në mënyrë të sigurt të gjithë kaskadës, por edhe të strukturave që ne menaxhojmë. Ka një lloj pretendimi qoftë nga banorët që ndodhen poshtë digave zakonisht apo afër lumenjve që shkak mund të bëhen digat për përmbytjen e zonave ku ka kultivim të kulturave të ndryshme. Cili është kontributi real në fakt që kanë digat në këto evente që ndodhin, edhe a e paksojnë në fakt digat këtë rrezik apo e rrisin? Cili është kontributi që kanë digat? Në fillim më lejo mund të shpreh mirëkuptim edhe për sa i përket deklaratave që jepen nga banorët në pjesën e poshtme të digës së banjës, pasi në momentin që po flasim për njerëz të cilët po përballen me dëme reale, me pasiguri, është e natyrshme që vëmendja të drejtohet drejt asaj çfarë është evidente dhe e dukshme në të gjithë sistemin hidrologjik, dhe këto janë digat dhe hidrocentralet. Megjithatë më duhet të theksoj që nga ana teknike digat në vetvete ndihmojnë në zbutjen e kulmit të prurjeve, duke shkarkuar më pak se sa vinë prurjet reale, dhe shkarkimi gradual i mëvonshëm bëhet në mënyrë të qëndrueshme, pikërisht duke stabilizuar situatën. Digat në vetvete janë amortizues për sa i përket prurjeve, pasi nëse ne do të ishim në një situatë ku nuk do të kishim ekzistente qoftë digën e banjës apo digën e moglicës, kulmet e larta që ne kemi përjetuar, qoftë në periudhën e nëntor 2025, në janar 2026, por edhe kulmet që faktikisht i pritëm para jo më larg se sa një javë gjysmë, në shkurt 2026, do të ishin me pasoja shumë herë më të larta se sa realisht çfarë ka ndodhur. Digat dhe pra hidrocentralet janë një halk në gjithë sistemin total që funksionon sa i takon menaxhimit të burimeve ujore apo pasojave që mund të kemë rrshirat dhe përmbytjet tek fermerët. Çfarë masash mund të merren për të minimizuar pasojat, siç e thatu, sepse është totalisht e pashmangshme që të shkojmë në zero pasojë, por për të minimizuar ato, dhe cilat janë masat që mund të merren nga të gjitha palët. Qoftë edhe nga vetë fermerët, qoftë nga institucionet shtetërore, nga ju si palë tjetër, si investitor. Të falenderoj dhe dua dhe unë të ritheksoj që situatat të tilla të motit ekstrem, të ripërsëritura, të vazhdueshme, nuk mund të shmangen 100%. Këto janë dukurit të cilat ne duhet të përgatitemi, pasi siç e thash, kjo do të jetë norma jonë e re, mënyra se si do të bashkëjetojmë me motin dhe se si ne duhet jemi të përgatitur për atë çfarë mund të vi. Një element unë e përmenda për sa i përket zbutjes së impakteve është pikërisht diga. Por elemente të tjerë të rëndësishëm në sistemin hidrologjik janë patjetër argjinatura,
është patjetër edhe sistemi i kullimit, është patjetër edhe përdorimi i tokës, sa është përshtatur për sa i përket menaxhimit natyror të këtyre prurjeve në pjesën e poshtme, dhe në fund të fundit patjetër më thënë është dhe elementi se si ne duhet të kuptojmë edhe mënyrën se si toka reagon kur kemi prurje të tilla. Pasi dhe njëherë në situata të prurjeve ekstreme, me rreshje ekstreme të ripërsëritura, kemi një tej ngopje të tokës. Dhe duke pasur këtë tej ngopje të tokës dhe shira që në kushte të tjera do i kishim quajtur rreshje mesatare, kontribuojnë në shtim të prurjeve në lumenj. Do të thoja që ndërgjegjësimi në vetvete duhet të nisi nga të gjitha hallkat e strukturës së këtij rrjeti hidrik. Një rekomandim do të ishte bashkëpunim akoma dhe më i ngushtë për të përgatitur për sa i përket sfidës që kemi të gjithë së bashku, jo vetëm me operatorët e hidrocentraleve, por dhe fermerët, dhe institucionet, dhe bizneset, pasi mënyra se si ne do të bashkëpunojmë dhe të bashkërendojmë dhe veprimet që marrin mund të bëjnë të mundur zbutjen e efekteve. Në vetvete planifikimi do të jetë kyç, komunikimi më i shpeshtë për sa i përket edhe shkëmbimit të dhënave, patjetër mendoj që një rivlerësim dhe planifikim jo vetëm i territorit, por dhe mënyrës se si zhvillohet, duke pasur parasysh efektin natyror që pjesa e lumit në zonën e poshtme ka pasur, efektin natyror për zbutjen e prurjeve, kur ka pasur prurje të larta, këto janë element që do e bëjnë akoma dhe më të qëndrueshme çfarë do lloj mase do të ndërmerret për të minimizuar çfarë do lloj impakti që do të vinë nga rreshje të tilla. E ardhmja është sfidë për të gjithë së bashku. Digat në vetvete kontribuojnë në zbutjen e rrezikut, nuk janë problemi, por digat vetëm nuk mund të shmangin përmbytjet. Dhe përmbytjet do të jetë një bashkërendim aktivitetesh dhe veprimesh që duhet të merren nga privati, patjetër dhe nga pushteti vendor, por edhe nga vetë komuniteti, ndërgjegjësimi i përbashkët.